2 filma për Kosovën në New York, një shfaqje speciale në Manhattan dhe Bronx. Në New York, 2 filma me temë Kosovën do të shfaqen gjatë 11 dhe 18 janarit 2026 në Manhattan dhe Bronx si pjesë kryesore e Bronx World Film Cycle Winter 2026, një nga ngjarjet më të rëndësishme të kinemas në Art House në Shtetet Bashkuara, organizuar çdo vit qysh për vitin 2011 nga Bronx World Film. Edicioni i këtij viti përfshin 22 filma nga 16 vende me premiera botërore amerikane në New York, duke reflektuar në një program të pasur artistik. Filmi I Father, Unë Ati, film kryesor është I Father, Unë Ati, një adaptim në gjuhën shqipe e Hamletit për skenë me titullin principal nga regjizori Mark Norfolk. Në role kryesore luajnë Makfire Miftari dhe Besim Ajeti, emrat njohur të teatrit dhe kinemas kosovare. Filmi është xhiruar në Gjilan me buxhet minimal brenda pak ditësh, duke konsideruar tashmë një arritje domethënëse për kineman Art House Kosovës. Dokumentari Kosova, qarja e një burri është të këndoj, me regji të Jim Morrison, është pjesë e serisë How I Got Here. Ai rrëfen historinë një gazetari kosovar që rikthehet në Odesë bashkë me djalin adoleshent në një udhtim emocional përballje me kujtesën e luftës dhe dhimbjet e pasgjidhura. Në Manhattan do të jepet në datën 12 dhe 13 janar, në Bronx, në Audrey Freedom Home në 17 janar, në Sankofa House me 18 janar. Organizatorët theksojnë se promovimi i kinemas shqiptar dhe kosovar mbetet një mision kyç.